në mujko, kure prokuroria West ka thënë se krerët e UÇK-s s'kishin qëllim çlirimin, por pushtetin. Këto deklarata dhe gjithashtu kërkesën absurde të prokurorisë do ta diskutojmë sot në studion e emisionit të mëngjesit së bashku me historiani Azren Shala. Mirëmëngjes, mirë se erdhe. Mirëmëngjes Gonxhe, mirëmëngjes shikuesët e Klanit. Ashtu në lidhje direkte kemi kryetarin e OVL UÇK, Hysni Gucati. Mirëmëngjes dhe faleminderit që jemi ne. Mirëmëngjes, faleminderit juve, respekt për musafirin që keni aty. Presim pas pak të bashkohet me në studio dhe avokati Ardian Bajraktari. Dua ta nisim me juve, zotri Gucati, si e keni përjetuar seancën e ditës së djeshme dhe si jeni ndjerë personalisht nga kërkesa e prokurorisë për 4 vjet burgim për secilin prej ish-krerëve të UÇK-s? Po, është vërtet në dje kemi përcjellë seancën të ditën me organizatën e veteranëve. Për ne nuk ka qenë me fasu se prokurorë zakonisht e kanë këto si punë rutinore dhe dim që kanë prokurorët të mëtojnë të afitojnë në rastin, këtë rast të presidentit dhe të tjerët. Falë. Po, kjo e dje që prokurorët kanë kërku në 25 vite burg, vetëm për njerin për tyjnë do të thotë 180 vite gjithsej për 4 persona. Po, kjo është e papranueshme, dje që ata 4 persona nuk kanë pas mundësi që të bëjnë krime lufte. Ne që në vasan fakti, në kohën e Miloševićit, 60 shqiptarë kanë dëshmuar kundër Miloševićit, kundër Hashim Thaçit dhe të tjerëve kanë dëshmuar mbi 200 shqiptarë. Do të thotë që ta njerëz që kanë dëshmuar kundër krerëve të Ushtrisë Kombëtare të Kosovës janë pikërisht bashkëpunëtorë të Serbisë, apo mund të them bukfalisht janë shpiona në të plot kuptimin e fjalës, pa hek asnjë pikë, asnjë presë. Do të thotë ky vend i joni është dashur të pastrohet nga mbeturinat që kanë Miloševići dhe të tjerë që kanë këtu, po që ja fati dashur që ata sot të gëzojnë lirin njëtë si unë, si ti dhe si të tjerët, që nuk e meritojnë të gëzojnë këtë liri. Po këtu 45 ditë pëse ka kërku prokuroria, nuk do të thotë që më kanë mirë vendim. Ata kanë për obligim të kërkojnë, këtë drastike më të thonë, këtë vendimin e tyne, po fatëparsisht se në atu do të vendosë drejtësia dhe gjyqtarët, jo prokurorët. Po tash ne do të shohim në ditën dhe vime dhe mbrojtja tyne, që ne besoj fuqishëm se mbrojtja gjitha këta akuzat do të jetë poshtë dhe krerëve të Ushtrisë Kombëtare të Kosovës. Azren, krye prokuroria Kimberly West ka thënë se krerët e Ushtrisë Kombëtare të Kosovës nuk kishin qëllim çlirimin, por kishin qëllim pushtetin. Si e sheh këtë deklaratë, si e komenton? Unë e kom parë unë seancën si besoj çdo shqiptar që e nin pak me shqetësim këtë çështje. Edhe për mua është vazhdimi i absurdit të një procesi të cilin e kemi parë që një 4 vite sa ka nisë. Nuk pres ma mirë edhe për mu nuk ka qenë fare as pretenca e prokurorisë për dënim 180 vjetë së bashku për 4 djemë, edhe as cilësimi që nuk kanë pas synim me e shlirua vendin për me u pasurua me marë pushtet për veti. Mos harroni që kjo gjykat është kurorëzimi i një koordinimi para prak të shqiptarëve me Serbinë. S'po du me inë emna, por ne kemi pa libra e gazeta, me një liber të një publicisti, s'po thonë që është i koordinu me Serbinë, shkruan pikërisht kështu. Aty këtë tregimi, këtë narracioni që provon me na treguaj libër është që UÇK-ja nuk kanë qenë do të dje me vajzat reja që kanë luftuar për idealet lirisë, po janë do rebel që kanë refuzuar me jetu në rregulla, rrjedhimisht që revoltuar edhe me marr pak pushtet në për zona caktuar. Pra ky tregim i shqiptarëve fillimisht, pastaj u bë diskursi i specialës. Edhe ky dënim për 45 vjet për mua është thashë një absurd, po është vazhdimësi e absurdit. Kjo gjykat kërë ndërtue, por unë nuk jam jurist, po qaqë sa marrë vesh e në kanë shtinë dhe me letëzue në atë pikë, kjo e para i ka thëjue gjdo konvent të rekomtare që merret me lirit e drejtat. E dyta, procesi ka qenë absurd i pa pam deri më sot, forma që është kanë tentuar me i lidhë ta me krimin, është e pa pranueshme, edhe është e pa pame po ashtu, edhe kjo gjykat në tëllësin e vetë, kërë ndërtue me një qëllim, me e relativizue një fakt i cili ka ndodhë para 27 vjetë. Apo e bëjnë këtë, Azren? Po zyrtarish po matën me e bongon, që? Dhe më thonë, se nëse na i këqyrim... kolektive kjo që është duke ndodhë? Po nëse inxhinieringu vazhdon edhe pas gjykatës, pasit në mbyllë punimet kjo gjykat, menoj që edhe i arrin deri ku qëllimi që në literaturën europiane
ai lufta jone 98-ës, 99-ës, me u bon në synd e studiuzve në hojza neutral, si një luft ku nuk dihet më kush ka qenë agresori e kush viktima, e që besa, me këtë pretencën për dënim drakonik ndaj djemve, 180 vjetë së bashku të katërve, ty nuk po të barazojnë me Serbi në krim, ty po të bënë ma kriminal se Serbia. Në që tu po për mbysët kretë të regimi. Kriminali po justifikohet, e ndërkohë viktima po bëhet kriminale. Unë po mënojnë që tu me i lexue sa janë dënuar 6 generalë më të nallë serb nga gjykata e Hagos, të cilët së bashku këti kanë 107 vjetë burg. Pra nga 22 vjetë deri në 14 vjetë, kështu ishin? Bashkë i kanë 100 Dragoljub Ojdanic i ka 15 vite burg. Vladimir Lazarević i ka 14 vite burg, Nikola Shahinović 18 vite burg, Nebojša Pavković i ka 22 vite burg, Vlastimir Đorđević 18 vite burg, Sreten Lukić i ka 20 vite burg. Për ma tepër, këta nuk kemë që për Kosovën, për Kroaci edhe për Bosnje. Pra 107 vjetë burg janë dënuar këta, 180 vjetë veç kaqa jonë, përja shto këtu Calin, përja shto Pietrin, përja shto ata që janë dënuar në procesën e Hagos me Ramush Haradinin dhe Fatmir Liman, që i vjen dënimin me vite matë po e marrin shqiptarët se sa serbot. Pra neve na me etiketa, ata i kanë realizuar do qëllime. Dhe kjo është e padrejt, pra gjykata o ndërtue me prish historinë, e larkë qokë nëse dënimi, nëse në fund verdikti gjykatës që në konflikt, që gjykata o palë me prokurorinë. Në procese kemi pa, që kjo gjykatë speciale, është palë her pasere me prokurorinë. Nuk është më arbitër, është palë. Gjykata rolin e ka neutral, e ndëgjon mbrojtjen, e ndëgjon palën e akuzës, në fund t'je vendim. Na kemi pa që të këtë procesi të u bo palë me prokurorinë. Edhe e treta, pëse kjo gjykat për fillimit o marruë mi denu shqiptarët, është një takimi Jack Smithit, prokurorit që ka ngrit akt akuzën e Shemhaqit. Me 8 dhjetor, nëse s'gaboj, a i ka takim me zyrtarët evropian, ku thot Hashim Thaçi, Kadri Veseli, Jakub Krasniqi dhe Recep Selimi, kanë me u denue sepse kanë bo krime kundër njerëzimit. Pra, në 2020 është këllafi ti, ala pa njës procesi, ala pa u shpalos provat e mbrojtjes, ky pe din që kanë më denue. Pra, gjykimi o fars, dënimi është gati, edhe kjo ishtë dash neve me në angazhue. Ne ata sunin alim. Sujmja në rëmendimin, aty unë edhe urrejtjën që kanë për shqiptarët. Që me bon na, është me bon organizime, protesta, gjitho lloj, gjitho mënyre legjitime që me ndalë këtë padrejtësi. Sepse dua të flasë për këtë deklarat edhe me Gucatin, pra deklarata se UÇK-ja nuk ishte qëllim çlirimin, por pushtetin, a e konsideroni ju se një nga deklaratat më fyese që është bërë luftës ushtrisë qlirimtare të Kosovës? Kjo është radhja që po thuni ju. Është një ndër deklaratat më skandaloze që kanë ndodhur në historinë e shqiptarëve. Një gjykat del dhe thot, ta djem nuk kanë njoftuar për shtirimin e vendit për të larguar rrjetet etnike serbe nga Kosova, po thot kanë njoftuar për pushtet. Kjo është turpi më i madh i shekut 21, që ndëgjohet në gjykata të ndryshme evropiane, që thonë ta djem s'kan njoftuar për shtirimin e vendit, po për pushtet. Kto ndodh vetëm në shtetet komuniste, sidomos në Rusi apo në Kinë apo në Vietnam, bikon e jo në Holandë. Po kjo gjykatë është në Holandë ato se fakt Holanda s'ka faj, po gjykata ka ndodhur rastisht në Holandë. Dhe kjo është arsyeja që këta gjyqtarë apo këta prokurorë tentojnë që opinionin kosovar që ashin të unë dhe që thojnë se ja këta nuk kanë njoftuar për të drejtat e veta dhe për të shëruar vendin, po kanë njoftuar për pushtet. Ju keni po edhe disa tjera pikat të këta akuzës që i ngrit prokurorja që të gjitha që ndojnë pa qëndrueshme. Asnjë nuk është e vërtetë, gjitha janë gënjeshtra të tyre të këtij shekulli që kanë ndodhur. Dje në atë gjykat edhe sot ne dim që prap prokuroria i ka 3 orë mos gabosh edhe sot me që ka me fjalën përgjithësore, po për ne këtu të gjitha pa pranueshme, ne besoj që do të ketë një zot dhe një drejtësi që do të vijnë në vend për këta djem që atje pa drejtësisht që 5 vite e gjysmë që mbohen të qendrën e paraburgimit në Den Haag. Unë do të them një. Ne jemi duke parë vetë që të rrjedh situata dhe gjendja në Kosovë, edhe duke parë edhe atje në Holandë tash me këta krerët e ushtrisë qendrore të Kosovës. Qëllimi është edhe mi tha Azreni, po tenton gjykata speciale që ta shtyjnë historinë e kombit shqiptar një herë për gjithmonë. Po këtë nuk do të mund t'ja arrijnë. Ne institucionet tona do të jenë gjitha në Evropë e për kryeqendrat e Evropës dhe vetë në Holandë, të jenë atje dhe ta vazhdojnë atë gjykatë dhe këta prokurorë të vazhdojnë se si po shkon situata dhe rrjedhat e kësaj gjykate.
reagimet e djeshit janë shumë të vona, po pjesë kanë thonë ma mirë. Pra nuk kanë bërë mjaftueshëm dhe nuk kanë mjaftuar vetëm reagimet që i kanë shpërndarë në rrjetet e tyre sociale? Unë du t'ja dhëm një informacion të saktë, dje kam thonë. Serbia ka shpërndarë 60 diplomat që 4 dita 5 në për Evropë edhe vetë në Holland, në ambasadën sërbe në Holland, kondër ushtrisë ndorë të Kosovës dhe duke bërë presion mbi prokurorë dhe gjyqtarë. Kjo është e vërtet, mbi 60 diplomat sërbë janë për Evropë, kondër ushtrisë ndorë të Kosovës dhe vetë kondër Kosovës. E qeveria ju në njerëzit tonë janë heshtje, vetëm duke shikuar për istomit, si dhëmë pjesë duke nejtë në një kodrë, dhe të kështu se shka pëndodhë ma shumë faqe dhe të tjerët. Shteti Kosovës nuk ka marrë masa, ne nuk kemi diplomat për të lobuar dhe për dalë në mbrojtje të ish-krerëve të UÇK-s? Jo, nuk kemi asë një diplomat deri me sot. I vetëmi diplomat ka qenë Edi Rama, deri me sot që ka lobu kundër aso gjykate dhe ka lobu për mirën e ushtrisë ndorë të Kosovës dhe vetë për kretë e ushtrisë ndorë të Kosovës. Ne për kundër stafi ju një ambasadës, asho i zvoglumë, së në kam qenë ambasadë, asho i zvoglumë, së nuk e meni para me menju, besoni, shoferi është italian. Shoferi ambasadës unë është italian. Ne kemi tim të ri që ka mund me shku me punu me në ambasadë. E jo na me mor italian shofer, mi bojt familjet e tyri, mi qutin qendët para borgimit. Mu kur ka mor shoferi në aeroportin e Hollandës, ka qenë italian. Do të thotë nuk ime shqiptar, çfarë poshtësie më është kjo? Shoferin e kitë hujnë. Ut i beson t'in italiani si të vozit ty dhe të qënë dhe tje. Kjo është problemi më i madh jonë si institucionet tona kanë bërë shumë pak dhe janë duke bërë shumë pak për ta burë atje që mëna. Si po shfrytëzon Serbia këtë momentum? Qyre, më kujtohet natën kur pat nisë Rambujeja, atko Vojislav Šešelj, i cili tash është i pafajshëm para menon, ai ka dalë i pafajshëm nga procesi i Hagos. Thoshta atko i porosit ke delegacionin serb atje në Rambuje, mos e nënshkruni. Le ta hupi me luftë për me rifitu në pache. Pe arrin qëllimin. Dhe që ky proces tash, kur dënohet që ty djenë, ty mos u çuditi, pasaj që pason një fazë edhe ma e vështirë për ne, përveç demonizimit fakteve historike, ty kanë me t'jek një jojët shumë shtete. Se nuk mundi na me pas raport diplomatik me një vend që ka udhëhecin që e ka ndërtuar shtetin kriminale. Apo tentohet rishkruhet historia e Kosovës në këtë salë të gjyqit në Hagë? Po pa tjetër që aty këtë qëllimi. Apo arrin me kuptuar dhe vetë qytetarët e vendit tonë se çfarë është qytetarëve të vendit tonë që e shojnë ngush problemin, një pjesë për ju pëlqen. Për fatin e tonë të mirë dhe të keq, na përjetojmë në epokën e teknologjisë ku çdo dëshirë, çdo mëllef i një pjesë të shqiptarëve po manifestohen në rrjetet sociale, edhe na pishofim gonxhe. Këta s'pe kuptoj që ky dom më i madh se për Hashim Thaçin, Kaleti Veselin, Jakub Krasniqin e Recep Selimin është dom për Kosovën. Na i kemi një 20 migra. Përmendën njohjet, çfarë mund të ndodhë me... Po nëse që ta djemë dënohen, mos harroni, Hashim Thaçi është udhëhec i Rambujes. Është nënshkruese se konferenca që ka pasur në NATO. Çaj proces të bëhet kriminal. Hashim Thaçi është shpallësi i pavarësisë Shqipërisë, i Kosovës. Çaj proces bëhet kriminal. Hashim Thaçi ka qenë kryeministër kur Kosova fiton një landë në GND, gjykatë ndërkombëtare drejtësisë, për pavarësinë e saj ka ajo legitimitet. Hashim Thaçi ka qenë kryeministër. Mund të kundët edhe shteti i Kosovës pavarësia e vendit? Po patjetër kemi qenë shtet jo normal në synë e diplomacive serioze europiane, e të cilat operojnë me standardin e kësaj gjykate, në kuptimin e asaj që e marrin për bazë verdiktin juridik, ti kemi qenë shtet jo stabil. Pastaj, pozicioni yt në diplomaci ka me devalvue deri në minimumin e mundshëm që i bjen pason një rund i ri negociator me Serbinë, ty ka me të marrë që ka me darë Serbia. Praktikisht, nëse ndodhë që kjo dënimi i djemve, Serbia e ka derën e hapën me rikthye në Kosovën, ato që e ka hupë natën me një formë tjetër. Qëllimi dhe ëndra kujt po realizohet, Azran? Unë menoj që qëllimi i Serbisë dihet, ta kemi ditë, nuk kemi nevojë mu behasue, po këtu ka dhe një pjesë të mirë shqiptarëve që ala e kanë nostalgjin për atë regjim. Dhe këtyre që ky miti që ndërtuar këtu, nuk është të fjalësh naiv, shkatërrimi i shtetit për 20 vjet. Që i bjen pas na pas një standard infrastrukturor, e politik, e intelektual para luftë, ose dhe në luftë, pa pas ka në arta rural të komandanta që po i qunë edhe ajo për pushtet vetin prokuroria në Hagë, e pas kanë shkatëruar një arritje të madhe shqiptarëve në Jugosllavi, që kjo tregimi,
Qek pas me pas ka ndodhë me Fadil Hoxhën, Gjavit Nimanin e këta. Pra, pe kuptoni, kjo jugonostalgjia këtu, jugonostalgjikt, një që e kanë mirë mbajt terrorin Jugoslav e Serb në Kosovë, për një 50 vjetë, mas lufte, e kanë fituar të regimin me ushtratu qekes. Sot të regimi tyne është ma i vlefshëm se sa aju qekes për luftën. Edhe mu s'pa ka marrë mendja kur, që në këto të fëmi i gonxhe, kër dilke atë kohë në Beogradin 4, nëse s'gaboj, hajrije Spikerica. Nëse ju kujtojtë këtë shqiptarëve, ata që janë përmi 30 vjetë, ose 35 vjetë që unë ti jemi, si fëmi në kujtojtë, e ka pas në gjysore atë kohë televizion në Beogradit, lajmët e në gjuhën Shqipe. E kërkon të tonë kohën, kriminelin e ashuqojtur komandant në Gjarpri, për Hashim Faqin e ka pas fjallën. Tonë kohën u qëken e qunë të organizat terroriste, edhe kërkon të denime maksimale për ta, kush do që ka informacionin lajmërone stacionin më të afërt policisë. Mas luftë unë si fëmi, si jaliri, pa ta menua që këtë regimi i Beogradit, nuk kemi me pa në ekranet tona. Na u rikëthuje mas 2021-ës për ekraneve tona nga gjykata speciale. Të regimi i Ajrije Spikeritës o bon akuza sot e specialës. Të regimi i Beogradit për djemë tonë o bon akuza specialës. E kjo nuk o bon pa ndihmën e shqiptarëve. Na kemi pa procesin, qytë në atë proces, janë citua dhe shqiptarë këtu. Po. Apo dini? Pra, këtë të regimi i kësaj pjesë është që kjo Serbia mu rehabilitue me një formë tjetër këtu. Me më dënu këta, pra për të larqov, kjo kishme qenë don fatal, nuk e di mo a riparohet shtetësia e Kosovës. A besojnë që riparohet shtetësia e Kosovës? Unë besoj fillimisht do dënim shumë. Më fale një sen, Mos të dënohen. se Gucati e përmendi diplomacinë. Krye diplomatja jonë, publikisht ka paralajmëruar që ka me deponu pa dibre. Ndërkohë Beogradi qënë kontingent të ambasadorëve me lobuve për më dënu këta, krye diplomatja jonë, sot, që onë detyrë, që 5 vjetë, ka paralajmëruar pa di, a e ka bon ajo, nuk e di, veç paralajmërimi i saj publik, që unë bëj pa di, e ndërkohë Ivica Dačić, në Këshillë Sigurimit, ta përmend që ju i kini do të me gjak, të i referua Gervallas. Edhe nata është për të dina, unë nuk e kom me specialën, unë e kom me shqiptartë që me nëjë si specialja. Që kjo problemi mas mëre? Qartë, Azdran. Marrë dhe mendimin e Gucatit, lidhur me pavarësinë e Kosovës, sa dëm do t'i bëndë. Unë fillimisht besoj dhe mendoj që të njëjtin mendim e keni dhe ju që nuk do dënoni shkterët. Po në rast se mund të shkoj ky gjyqmë ndryshe, çfarë do të ndodhë me Kosovën, me shtetin e Kosovës? Ne kemi thonë gjithmonë, se dënohet është ndoshtë që dhe Baci Jakub dhe të tjerët, nuk dënohen ata personalisht, po dënohet vetë ushtria që ndorë Kosovës dhe dënohet shteti i Kosovës. Se në bazë të saj, Serbia Perer, ne e dimë se diplomatët serbë do të thonë se ja, ky shtet u formu për kriminalëve të luftës për njerëzve që kanë duart me xhak. Dhe këto nuk është pyetja Hashim Faqi, as Kadri Veseli, po as Baci Jakub. Është pyetje vetë shtetësia e Kosovës, po rrezikohet shteti i Kosovës nga vetë diplomatët serbë të cilët do të ngrisin në gjitha instanca ndërkombëtare këtë çështje, po ja Kosovën e keni bo për kriminalëve. Dhe kjo është frika më e madhe juna, ne nuk besojmë si do të dënohen ata fare, dhe unë jam i bindur që ata nuk do të dënohen, për arsye se nuk kam fakte, nuk është fakt Lopa Vici, Modja, apo një shuklak që ja ka dhe dikuj, apo dikuj pse i ka thonë, ja ka të rek vrejtë mu së bashkëpunon me Serbinë. Po si prokuroria dje, me këto që ngriti 180 vite, burg që kërkoj, i ka knoq epshet e shpionave sërbë, po thonë prap e shpionave sërbë, dhe vetë Serbinë e ka knoq dhe ka krahasu me kriminalet më të madh botëror. Sidomos vetë Serbia, Miloševići, këtë lufta në Ballkanin ka dhënë dhe Miloševići vetë nuk është dënuar, alo ende se ka vdekur në burg ai njeri dhe nuk ka marrë dënimin e merituar. Ne si stalla Azdrej, se unë kam takuar sekretarin Lukićin në burgun e Hagës, vetë kam pa me sytë e mi, ka vujt i kun 17 vite burg, 3 vite ja kam fal. Dhe ai njeri, ju e dini krimet e tina që kanë ndodhur në Bosnjë dhe në Kosovë, se sekretarin Lukići ka qenë shef i njësi speciale në Kosovë, pikërisht në Prishtinë. Dhe ai njeri u dënu me 20 vite burg, ku i dim krimet e tina dhe tek ne kërkohet mbi 180 vite burg, kjo është merri. Po është rrezik nëse dënohen këta atëherë shtetësia e Kosovës është në rrezik shumë. Veç keni përgatitur protesta, do të ketë me 17 shkurt një protestë, kemi pasur gjatë kësaj periudhe kohore, gjatë muajve të fundit protesta, edhe në Shkup, edhe në Tiranë, edhe në Prishtinë. Çfarë do të bëni tutje ju për t'i dalur në mbështetjen në krah i shkretëve të ushtrisë qërimtare të Kosovës?
Po, ne nuk kemi ndalë, që një viti ju e dini, kemi u 5 protesta dhe 2 aksioni që kemi pas më herët, dhe tash me 17 shkurt është protesta radhës, unë kisha dashur ta shfrytëzoj emisionin e ju, këtë emisionin me mëngjesit, t'i ftoj gjithë shqiptarët, jo vetëm qytetarët të Kosovës, por gjithë shqiptarët anë në kënd vendet të ndryshme ku jetojnë në Mergatën, që t'i bashkangjitem me 17 shkurt në ora 14 protestës gjithë popullore, në pakënaqësinë tonë, nuk është për kundër gjykatës speciale. Kjo mund të jetë gjykatë, po vetëm drejtësi s'ka ato. Emrin gjykatë ka, po drejtësi nuk është. Kjo është gjykatë, më të them vështirë, një gjykatë e cila dëmton vetë shtetin e Kosovës. Një gjykatë kriminale, pse thon kriminale? Është një gjykatë e njanshme, vetëm gjykatë vetëm për shqiptar. Nuk e di në rrugën toksor që ka gjykatë njanshme. Gjykatat janë për qytetar, aty ku jetojnë pavarësisht serb, shqiptar, rom, turq, shkali, çdo kush, apo amerikanë, xhamana, gjykata nuk bëhet vetëm për një etni. E kjo ka ndodhur tek ne në Kosovë, të jetë një gjykatë të një etnie, dhe për këtë arsye duhet dalim dhe protestojmë, dhe tash na ka hapur një motiv më shumë për me dalë me protestuar me dje, çka keni ndëgjuar nëpërmes prokurorit i cili kërkoi 180 vite burg, tash qytetarët e Kosovës kanë një motiv shtesë për me dalë me 17 shkurt i bashkangjitën, liria ka ardhmen të protestojnë në mënyrën më të mirë mund të shpejtësit, për të treguar ndërkombëtarëve që këto ka qenë një luftë të drejtë, një luftë të shëjtë, e cilët pjesëtarët e ushtrisë së Kosovës kanë njoftuar për të larguar një herë për gjithmonë përdhit qetnike sërbe parametare nga vendi ynë. Presni që edhe nga qeveria të dalin në mbështetje dhe në këtë protestë, sepse kemi parë mbrëm dhe reagimin e kryeministrit në detyrë Albin Kurti, cili ka dalë në mbrojtje të ish-krerëve të UÇK-s dhe të ushtrisë qërimtare të Kosovës, ku thotë se UÇK-ja ishte bartëse një lufte të drejtë. Pra, ndër të tjerash, po ashtu ai ka kërkuar që nga kjo progres që sigurisht të rishqyrtohet, shikohet... A mund të statusin regjia? Unë e kam statusin, cilën pjesë dëshiron ta lexosh? A përmend dikun Hashim Saqin, E përmend. Jakub Krasniqin, Kadri Veselin edhe Recep Selimin? Ne nuk kemi pasur kur janë shfarosje të asnjë populli tjetër apo të civilëve. Kërkesa e sotme e prokurorisë në Hagë për dënim prej 45 vite burgim për secilin nga drejtuesit e akuzuar të UÇK-s nuk mbështetet në ndonjë standard të pranuar ndërkombëtar të dënimit. Ajo injoron plotësisht kontekstin e luftës së Kosovës dhe përpiqet ta vendosë këtë çështje në një vakum juridik duke shkëputur veprime nga realiteti i një lufte çlirimtare. Veç, tash, unë e përkuptoj rolin e që sot Jakupi Zënjës Gongje, ti je moderatore dush me raportu korrekt. Dakor, jo se kom e ty. Unë nuk e di pse na tjerë që komentojmë kësi ngjarje, me hanë edhe po bine, këto i kanë sa mos me thonë s'kemi reague. Qëndrimi i vërtet i qeverisë, a dini cili është. Statusi i 9 janari 2019 i Albin Kurtit, kër shko Hashim. Nëse e ka regjia qitëne, edhe të januarit të vitit 2019. Po, ku degeneron deri ku mlethi i ti, mlethi i ti është gjë rresht i shkruar në status. Po, Azdran, a mundesh me ndo mbështetin që ja ofron UÇK-s dhe ish-krerëve kryeministri, për dallim prej kohës kur është bërë fushat ndoshta nga kryeministri me këtë çështje. Fushat me akt akuzat speciale sa. Po, që nëse edhe cila është mbështetja? Unë nuk di s'la është mbështetja. Po qartë. S'ka gongje, për kuptoj unë retorike ke. Qyre, ne kemi pas një qeveri të heshton për 5 vjet. Unë kur e më kom pas mundësi me bo ma shumë kjo qeveri. Qis ka pas të paktën, mos m'ja reduktu e financat avokatve tyneve, minimalja. Lobingje, nën tavolina, e mbi tavolina, se kemi pa kur të bo. Por kundrazi, shpesh herë kemi pa, duke qenë pal me gjykatën. E dyta, kemi pas reagimet të tjera në kaluar në të kryeministrit në detyrë që ka dalë në mbrojtje të ish-krerëve. Unë s'fema në mend asnjë përveç këtij, kur e kanë pyet madje, pse po shkonin me i vizitu ata dje. Se simbolika ka rëndësi, kryeministri i vendit po i viziton 4 çlirimtar. Ky s'ka shkuar, dhe cili ka qenë arsyetimi i tij, a dini? Shumë procedura, shumë letra. Pra, ne jemi të folë për një qeveri indiferente në ndaj procesit. Indiferente, thënë se buti. Sepse, unë insistoj hala, në rast se dënohen djemët, sidomos Hashim Saqi, për Albin Kurtin, kjo përjetohet fitoria ma madhe e ti politike. Pa qka se në kurisë Kosovës? A ishte fitoria ati më e madhe politike kur arriti të bëhet kryeministër? Jo,
Jo, se ka, se E kuptojmë. mori përsëri besimin e shqiptarëve në zgjedhjet 28 dhjetor me 1% edhe më të madhe. Ata që se njën Albinin, Senatotën në shkurtit. jo, kjo mos Mjafton kjo për ta kënaqur egun e tij politike. Dhe a mund ta bëjmë një dallim mes kësaj dhe këtij statusi që po e shohim? Që të po dalë, nuk është Albini ngar për me fitu politikisht. Albini o ngar me historinë, rrjedhimisht edhe pa qenë prezent, a e ka veç një rival, Hashim Thaqin. Pra ndaj për mu, fitoria ati ma e madhe politike është kur Hashim Thaqi arrestohet nga gjykata e Agos, kur i ngritet aktakuza. E dënimi i tij është fitore, drejtimin e tij e përjeton si fitore përfundimtare, sepse ai nuk e ka problemin me politika ditore, e ka problemin me aurën historike të Hashim Thaqit. Edhe ne kemi patur në kohën, thashtoj se nuk. Për shka, për një 15 vjetë opozitarizëm, fjala e parë, epiteti i parë, që e ka dhënë Hashim Thaqit ka qenë kriminal lufte, kur u ka zgjedhur president Hashim Thaqi me 26 shkurt nëse s'gaboj, 2016, në ndjes nëse ja uqit datës, a e dini çfarë akuzë i ka bërë Hashimi Albini në parlament? E akuzon për zhdukjen e Behadin Hallaqit. Edhe që kjo, që to seance në kohën publike, një gjykat që atëherë ka qenë e aprovume, veç ka këshirë televizor e ka mbledh prova. Qartë. Edhe tash me dalë kemi këtë status për bes, unë nuk e ha këtë kokorolliri gondje që kom qef me thonë. Por mu, këto reagime jonë, sa për suje faqe, me pas një alibi në debate kur vinë kësi mbështetës të vendosjes, me thonë, po, edhe veja o shëtsu, jo, veja e ka bë akuzën publike. Behadin Hallaqin, i kërkohet llogari Hashim Thaqit nga ky edhe Liburnali Jube? Jetojmë në një kohë kur qasje edhe qytetarët e Kosovës kanë në çdo status, edhe në të kaluarës edhe të tashmës, në çdo deklarat. Andaj ne jemi këtu vetëm për ta thënë dhe gjithashtu ju për ta komentuar, po kaloj te Gucati, me qenë se jemi drejt fundit të kësaj bisede. Keni një mesazh për gjithë që biseduam me Azdrenin, apo ndoshta keni një kërkesë se çfarë kërkoni ju nga kjo gjykatë? Do të Azdreni, gjithë ato që ka thënë Azdreni janë të vërteta. Azdreni asnjë sen nuk e ka shtu. Po është të vërtetë se në parlament, ky njeri thotë shkashi. Po është të vërtetë se ky njeri në parlament i thirr ndërkombëtarët merrni ta kriminal. Kështu ka thonë parlament, mundi me po, merrni thotë ta kriminal. Po është të vërtetë. Gjithtash video nëse do. Ky njeri thotë nga konzumi i masakra thotë më shumë ka bëu thotë krime këta thotë sa të serb. Kjo është të vërtetë në parlament e keni, mundi me po në parlament. Kjo është akuzë në kontekstit social. Goja di ka thonë, s'ka thonë as Azdreni as një as diku tjetër, po ka thonë vetë ky zotnia që është kryeminist tash i vendit. Dhe kjo reagimi i promshit që ka bëu djetë, ka që visa për syje faqe edhe me mojë gjuhës, jo me zemër, nuk e ka. Ky që 5 vite gjyqje në Tambur, Alios ka shku me vizitu qytetarët e vetë. Pak të në dosh për hirë që janë qytetarët të Kosovës me shku me po Tambur me vizitu. Ata janë shirimtarët vendit, ata nuk janë kriminal që ka qytë ky. Kundazi, ky e punit të kundërtën, edhe si më bu ta më në horë, si sot populli, tha duhet një procedurë mollë, s'ka duhet një procedurë mollë, unë vetëm po më burg në Hagë. Familja ime në vizita shokë e mi dhe misë ka në vizita. 12 në shkrima, kam i shku 12 vjetë veç kam në shkru, edhe 12 iksa mi bo, asë nuk ka procedurë që asë këtë me logarit 2 minuta punë. Edhe këtë me që që dartë të tina. Nga ku shpresim reagim, nëse nuk kemi aftushëm nga kjo që është duke bërë, është shteti Kosovës për i shkrerët. Nga ku shpret reagim? Pret reagim dhe nga faktori ndërkombëtar? Jo. Nuk është reagimi shumë me letër. është reagimi dojtë me jo bu, mund të gjykatës. Mi mbrojt njerëzit e vetë, mi mbrojt shirimtarë. Ky është reagimi, se reagimi është me një letër, që ka qypin me një letër, ky me ndonë, si me një letër ka kryu misionin vetë. S'kryet mërë me një letër misioni. S'kryet me një letër. Misioni kryet ku dhe të bëmë, punon. Ti menen Prishtinë, edhe me qu një letër që të bëjzyrës, ky s'është mision, s'është punë. Qa është Gucati? Une, për fund, vetë do të bëj thikë dhe gjithë që me satë me shkurt, ti bashkangjitë në gjithë protestës popullore, cilat do tjetë në qandrën e Prishtinës, në shesën Skënderbej, do t'ju bëj ftesë gjithëve, e sa për këto që ka thonë prokuria 180 vite burg, qytetarët mos të mori por nga zemra, që kjo është e prokurisë, ato vendosin gjyqtarët, se ka drejtësi, kjo punë do të shihet në maj, dhe ne jemi të bindur që ata në maj do të lirohen nga burgu dhe do të vinë familjen e tyre mas pari dhe të shokë dhe të njerëzit e vetë dhe Kosova ka nevojë për ta dhe qytetarët kanë nevojë. Ne si jemi kriminal, ne s'kemi bu krimi luftë, ushtria që ndorë kësus nuk ka pos mundësi. Po Serbia e ka vrua 5 djemë të ri në pej, rasti Panta. Qartë. Dirë kush në Serbia. Veçëm këtë argument, Albin Kurti është dosh me jaqu prokurisë,
speciali më thonë nja, çka jenë serbët në gjendje me bo, se di mos çka kanë bu për ne. Po. Kështu që ty në gjitha që ne jemi të pafajshëm, po forca të mungan e të vetën, në unë thashë më herët, aty e më shumë pare, edhe gjatë diplomat, sërbë, sot jenë për Evropë, veç për Evropë, në për këtë qytetë më të mëdha të një apel e komune. Një apel e komune, menoj që du të më përgatit prej sot çka ku t'i denojnë. Denimin e kanë gati, po vjen keqe për thonë shumë. Nëse dikush i beson që ti procesi, ose është naif, ose është dasha keq, edhe do me na lën heshje. Sot, i që ma lakë se sot, na lyp me përgatit strategjin, qysh me